Një denoncim shqetësues ka mbërritur në redaksin ton, ku një vajzë pretendon se ka qenë viktime një akti dhune të ushtruar nga 2 persona në zonën e Laçit. Sipas dëshmisë së saj, ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit para 2 ditësh, kur ajo ndodhej në shoqërinë e 2 shtetrasve, Alfred P dhe Kristian B, me të cilët kishte marrëdhënie shoqërore. Sipas saj, pas një konflikti që nisi për shkak të mënyrës së rrezikshme të drejtimit të automjetit nga këta persona, situata agravoi dhe përfundoi me ushtrim dhune fizike ndaj saj. Denoncuesja tregon se është goditur fillimisht nga shtetasi Kristian B dhe më pas nga Alfred P, ndërkohë që një vajzë tjetër ka qenë e pranishme gjatë ngjarjes. Ajo shprehet se i është marrë edhe telefoni për ta penguar të kontaktojë policinë. Pavarësisht kësaj, pas përpjekjeve, ajo ka mundur të telefonojë shërbimet e rendit. Ajo pohon se efektivat e policisë kanë mbërritur në vend ngjarje, por sipas saj nuk kanë marrë asnjë mas ndaj 2 personave të përmendur, duke i lënë të lirë pa i shoqëruar në komisariat. Madje në dëshminë e saj ajo thotë se është ndjerë e kërcënuar edhe në praninë e policisë, pasi njëri prej autorëve të dyshuar ka hapur derën e furgonit ku ajo ndodhej, duke ushtruar presion të mos bëj kallëzim. Vajza pretendon gjithashtu se personat në fjalë e kanë kërcënuar duke i deklaruar se kanë kryer krime të rënda dhe nuk pyesin për ligj, pasi me para çdo gjë mund të zgjidhet. Denoncuesja shpreh shqetësimin se pavarësisht kallëzimit të bërë në komisariatin e Laçit, autorët e dyshuar janë ende të lirë dhe vazhdojnë të dërgojnë kërcënime për ta detyruar të tërhiqet nga kallëzimi. Jetojmë në një shtet ku dhunuesit bëhen njësh me shtetin dhe viktimat detyrohen të fshihen nga frika. Dua drejtësi për veten time dhe për çdo vajzë që mund të përballet me një situatë të tillë. Këta persona bëjnë trimin vetëm me femra, përfundon ajo dëshminë për redaksin ton. Ajo gjithashtu pohon se në polici është thirrur edhe vajza tjetër, që ka qenë e pranishme, por ngjarja sipas saj është përpjekur të mbahet e fshehtë.